including the biggest game show on the planet, Who Wants to Be a Millionaire? Milioneri u konsiderua suksesi më i madh që produksionet evropiane kishin arritur ndonjëherë. And it's time for Rod and the team to decide who gets the biggest job in Kosovan Albanian television. Edhe kush do të bëhet milioner është një refleks i këtij trendi globalizues. The hit film Slumdog Millionaire is becoming popular culture around the world. Atëherë milioneri do të luante rolin e vet. Ndërsa milioneri bashkon shumë gjëra në një spektakël. Është argëtimi, është dia, është tensioni, interesi. When they bought Millionaire, the whole thing changed. Suddenly, the network bosses in America. Ka me rëndësi me pas edhe efektin e ngritjes së vetdijes së popullsisë. For the last decade, one game show has dominated ratings around the world, making television history along the way. And today, Who Wants to Be a Millionaire remains. Si erdhi milioneri në ekranet e juaja, cilat ishin sfidat dhe qëllimet. Ndiqni dokumentarën e milionerit.